Pas ndarjes nga Romeo Veshaj, Heidi Baci konfirmon lidhjen e re. Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Heidi Baci, ka bërë së fundmi një rrëfim të sinqert për jetën e saj personale, duke zbuluar se zemra e saj është sërish e pushtuar nga dashuria. E ftuar në emisionin Shqipëria Live, Heidi u pyet nga moderatorja Sidorela Gjoni nëse vazhdon të besojë te dashuria dhe nëse ndihet e lumtur aktualisht. Përgjigjja e saj nuk la vend për dyshime. Patjetër, gjithmonë. Nëse mund t'ju jap një këshill, mos hiqni dorë nga dashuria, është gjëja më e bukur. Po, jam shumë e lumtur. Me këto fjalë, ish-banorja la të kuptohet qartë se ka nisur një romancë të re, duke i dhënë fund aludimeve për statusin e saj pas ndarjes nga Romeo Veshaj. Në vijim të intervistës, ajo foli edhe për rrugtimin e saj në Shqipëri dhe për eksperiencën që fitoi pas famës në Big Brother VIP, duke treguar se ka mësuar të pranojë çdo gjë që i sjell jeta. Do e lija veten e lirë, nuk do ndryshoja asgjë. Punoj fort me jetën time që të mos kem pengje, u shpreh Heidi me sinqeritet.